Faktikisht është për të vlerësu krejt procesi I djeshëm, duke pas parasysh që KQZ-ja ishte përballë një ulje, pat një lloj ulje të besimit qytetarëve, përgjithësi të opinionit publik, le të them, nga zgjedhjet nacionale, me qenë se me gjithë problemet që I pata I proces I numërimit, po dhe gjithë sistemet online të KQZ-s. Përgjithësi këto vendimet e fundit për mos akreditim qoftë disa mediave, pra qoftë shqiptare, qoftë serbe, po madje ka qenë, normalisht jam pa me një sy jashtëzakonisht shumë kritik, sepse nuk është që ka pas ndoj arsyetim shumë të qartë nga ana e KQZ-s. Edhe kanë qenë disa vendime që janë marrë shumë në mënyrë të shpejtë, pak para ditës së zgjedhjeve, edhe sigurisht që krijuan krejt këtë pak konfuzion edhe paqartësi në gjithë këtë proces. Ideja është që sigurisht është e drejta e çdo mediumi me qenë prezent në ditën e zgjedhjeve, të akreditohen prej KQZ-s dhe të jenë aty për të mbulu këtë proces. Sigurisht që përpos mediave nacionale janë edhe ato ndërkombëtare të cilat synojnë të jenë pjesë e këtij procesi. Pra pat shumë diskutime në raport me procesin e mos akreditimit disa mediave serbe, pastaj që ajo domosdoshmërisht përdoret nga aspekti politik, po duke qenë që krejt këtu votime dhe këtë procesi votimit të KQZ-s nuk largohet prej atij ngjyrimit politik, sigurisht që kjo nuk ishte, një proces shumë I qartë prej tyre, edhe padyshim që pat pra ndikim politik prej normal anëtarëve të KQZ-s, të cilët kanë të drejtë vote edhe kanë të drejtë pra vendimarrje në këtë punë. Ideja e mos akreditimit mediave sigurisht nuk është shumë demokratike edhe nuk është për tu vlerësuar prej KQZ-s, përpas krejt pra imazhit të mirë që la prej dje si pra mënyrën e menaxhimit të procesit zgjedhor. Por në të njëjtën kohë edhe çështja e vëzhguesve, pra pat një diskutim shumë të madh për disa organizata të cilat nuk arritun mu akreditu prej KQZ-s, me qenë se ishin të reja në listë, pra nuk ishin qenë më herët, edhe kjo sigurisht që ngreti edhe këtë debat tjetër për drejtën e KQZ-s për mohim të vëzhgimit, po edhe të pjesëmarrjes së mediave në këtë proces. Zoti Shala, si vlerësoni këto vendime dhe për te KQZ-s në PZAP ka pasur gjithashtu vendime të tjera të cilat I kanë kthyer mbrapsht disa prej vendimeve të KQZ-s. Tash për shembull, nëse I referohemi do thot vendimores së KQZ-s para ditës së zgjedhjes, ditës së zgjedhjeve që flet për veprimet që kanë bujnë me organizimin e ditës së zgjedhjeve, ka posur disa probleme, do thot ka qenë për shembull problemi I mos certifikimit të dy subjekteve politike serbe, që më pastaj është kthyer edhe nga PZAP-ja dhe është obliguar që të certifikohen, dhe që definitivisht është pak problematike për shkak se padoshur të hynë detaje përkitaze me kushtetutën, standardet ndërkombëtare etj, të cilat çështje kemi përmend vazhdimisht. Ideja është se ishte një situatë njëjtë në zgjedhjet e përgjithshme. Dhe tani më ishte standardi qartë si I vendosur si nga PZAP-ja si nga Gjykata Supreme se këto dy subjekte politike duhet të certifikohen. Për më tepër, për faktin se ishin të regjistruara ato si parti politike, ato parimisht ishin të certifikuara. Pra në një farforme thjesht kishim të bënim me politika ditore e që dije se cili kemi qenë rezultati për shkak se standardi ishte I vendosur në zgjedhjet e përgjithshme. Fatkeqësisht problematika në këtë rast është se tani më vinë raporte ndërkombëtare, vjen raporti I Komisionit Evropian për vendin e tjerë dhe definitivisht se marrim pikë negative pa nevojë në raport me këtë çështje. Edhe vendimi për çështjen e akreditimit të mediave, do thotë që mos të akreditohen një herë, të akreditohen më pas, është një çështje që lë shije të keqe dhe nuk mundet, do thotë, kërkohet një standard shumë I lartë për mos me u akreditu mediat. Nuk mundën thjesht me thonë që jo s'kam informacion për këtë çështje dhe nuk po e akreditoj një media të caktuar. Definitivisht se kjo nuk duhet të ndodhë në atë mënyrë që media të mbesin peng I një vendimi politik të përfaqësues politik në KQZ. Dhe për më tepër, momentumi I vendimores është pak problematik sepse
është problematik nëse do të kenë ata afat kohor për t'u ankuar në PZOP, duke posur parasysh se po vendoset në ditët e fundit. Sa i përket ankesave në PZOP, numri i ankesave dhe numri i gjobave të shqiptuara, nëse i krahasojmë do thot me zgjedhjet e përgjithshme, tregon se ka posur edhe një fushat zgjedhore që ka qenë më e qetë dhe që kandidatët kanë posur një respekt më të madh me njëri tjetrin, ndaj njëri tjetrit dhe ka posur edhe incidente më të vogla. Ne do thot nëse i shohim do thot vetëm numrin e vendimeve në të cilat janë shqiptuar gjoba, në zgjedhjet lokale kemi 33 vendime me gjoba. Në zgjedhjet e përgjithshme kemi posur 146 vendime. Pro do thot ka qenë pothuajse rreth 1/4 në raport me zgjedhjet e përgjithshme. Nëse shohim shumën e gjobave të shqiptuara, në zgjedhjet lokale janë 81.200 euro gjoba të shqiptuara, në zgjedhjet e përgjithshme kanë qenë 651.000 euro. Pro do thot ka një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si partitë politike janë çosur fushatës zgjedhore në zgjedhjet lokale në krahasim me zgjedhjet e përgjithshme. Po riteksoj ka posur një fokus pak më të madh në programe politike, pa marrë parasysh do thotë cilësinë e programeve politike, e cila çështje më pastaj është e diskutueshme, ka posur më shumë respekt në raport me kandidatët, mirë po dhe polarizimet e mëdha do thotë zakonisht shprehen në fushata në zgjedhjet e përgjithshme dhe jo në zgjedhjet e lokale. Dhe këto polarizime zakonisht dinë me u zbut në zgjedhje lokale edhe në kuptim të koalicioneve pas raundit të parë të zgjedhjeve, që parimisht kemi koalicione, dikun kemi publike, dikun kemi koalicione të heshtura, mirë po që zakonisht në raundin e dytë të zgjedhjeve në ballotazh zakonisht ka koalicione me të partive politike që shumë shpesh e përcaktojnë edhe fituesin dhe dinë të bëjnë këtë rokadën që kandidati që ka dalë i dyti del i pari në procesin e ballotazhit. Në këto vendime të cilat janë marrë edhe nga KQZ dhe nga BZAP, ka pasur më pas edhe kritika të shumta dhe ka pas po ashtu akuza se si janë vendosur çështje të caktuara, dhe sa i përket listës serbe edhe vendime të tjera. Pra ka pasur jo vetëm akuza ndaj gjyqtarëve që kanë vendosur në BZAP, por edhe ndaj shoqërisë civile. Si vlerësohet kjo? Ideja e sulmeve në raport me sistemin e drejtësisë definitivisht më nuk është diçka e re, dhe kjo është fatkeqësi për shkak se është ndër çështjet më të përmendura. Tash po i theksoj si çështje. Nuk ka pasur nevojë fare të vijë situata për me shku deri në BZAP, për shkak se standardi tani më ka qenë i vendosur. Mirë, po deklarimet e tilla do thotë dhe fyrja e gjyqtarëve specifik me emër dhe mbiemër definitivisht se është diçka e papranueshme që nuk duhet me dëgju askund e as më tepër nga përfaqësuesit e një institucioni të pavarur siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që është përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve. Definitivisht është fatkeqësi dhe është diçka tërësisht e papranueshme. Tash në shumë raste do thotë, si në rastin e certifikimit, sikurse në raste të tjera, duke u bërë politika ditore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ne çka shohim? Shohim se zyra, për shembull, rekomandon ndërmarrjen e një veprimi të caktuar. Pa ndonjë arsye tim, KQZ-ja nuk vepron ashtu siç thotë sipas vlerësimit profesional të zyrës në KQZ, ndërsa PZOP-ja thot veproni siç ka thënë zyra. Në një farë forme do thotë duke bërë politika ditore, duke ndjekur politika ditore brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në një farë forme Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vetëm po në disa raste vetëm po bëhet pengesë, për shkak se po kalon çështja në KQZ dhe PZOP-ja po thotë vendimi i KQZ-s është i kundërligjshëm dhe jo do thotë veproni siç ka thënë zyra. Edhe në raport me organizatat e shoqërisë civile definitivisht se janë të papranueshme, thjesht duhet që ta luajnë rolin e vet në kuptim të organizimit zgjedhjeve, ndërmarrjeve të veprimeve të lehtëshme dhe jo do thotë që të krijohet një farë skene ku bëhet politik. Politik duhet bëhet në foltorën e kuvendit dhe jo në një institucion siç është KQZ-ja.